Banka e Shqipërisë në 100 vjetorin e krijimit të saj prezantoi monedhën përkujtimore me vlerë 100 lek që nuk do të hidhet në treg 100 vjet Banka e Shqipërisë 1925-2025. Gjithashtu me rastin e 100 vjetorit të krijimit të Bankës Qendrore u zhvillua edhe një konferencë shkencore ku mori pjesë guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko dhe kryeministri Edi Rama. Në fjalën e tij Sejko përmendi arritjet e Bankës së Shqipërisë gjatë një shekulli. Ai kujtoi edhe vizionarin e rilindasin Sami Frashëri për krijimin e institucioneve të afta që mbrojnë sovranitetin ekonomik dhe theksoi sukseset e Bankës së Shqipërisë në zhvillimin e tregjeve financiare, arritjen e besimit në monedhën vendase dhe përmirësimin e standardeve ekonomike të vendit. Vizioni për krijimin e një banke qendrore u artikulua për herë të parë në vitin 1899 nga rilindasi ynë i madh Sami Frashëri, i cili nënvizoi se sovraniteti i vërtet kërkon institucione të afta për të garantuar pavarësinë ekonomike të vendit. Këtë ide e përqafoi më vonë dhe e çoi përpara Ismail Qemali, themeluesi i shtetit shqiptar. Përpjekjet fillestare të qeverisë së tij u vijuan nga qeveritë pasuese dhe u kurorëzuan me themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë në vitin 1925, pra 100 vjet përpara. Kjo bankë shërbeu si banka e parë kombëtare e vendit. Ajo krijoi sistemin e parë monetar kombëtar mbi bazën e standardit të arit dhe në vitin 1926 hodhin qarkullim monedhën e parë kombëtare frangunar dhe në fishin e saj lek. Vizioni ynë për të ardhmen është një banke qendrore moderne, e cila aplikon praktikat më të mira ndërkombëtare, e aftë për të përmbushur misionin e saj, si dhe denjë për qenë anëtare e sistemit evropian të bankave qendrore. Kryeministri Edi Rama e vlerësoi Bankën e Shqipërisë si një institucion model që përfaqëson standardet që i duhet një vendi për të konsideruar pjesë e botës së zhvilluar dhe për të qenë në një linjë me kërkesat e Bashkimit Evropian. Banka e Shqipërisë është në mos i vetmi ndër shumë të paktit institucione të Republikës sonë që mund të quhet i tillë me plot gojën, institucion. Në atë kuptim dhe me ato standarde që kemi parasysh kur flasim për institucionet që i duhen një vendi dhe që bëjnë që ky vend të përmbush kriteret e të qenit një vend në botën e zhvilluar dhe në tryezën e familjes europiane. Nuk është e lehtë të thuhet e njëjta gjë për plot institucionet tjera, të cilat janë me plot gojën në formim e sipër.